Kam përfunduar hetimet për vrasjen e voglushit Almir Aliu, i cili u shtyp për vdekje me makinë pas një zënke banale midis babait të tij dhe Boban Iliçit, ko më parë në afërsi të entit shëndetësor në Kumanov. Avokati i familjes Aliu thotë se deklaratatat e dëshmitarëve kanë qenë shumë të qarta se Almiri 4 vjeçar u vra në mënyrë të egër. Në datën 7 tetor është bërë dëgjimi i 2 dëshmitarëve të tjerë dhe me këto dëshmi u kompletua pjesë e hetimit të dëshmitarëve, të dyshuarve si dhe të dëmtuarve. Sipas mejes, si avokati i familjes së dëmtuar, mund të vim në përfundim se me të vërtetë i dyshuari pas një arsye. Në mënyrë të egër e ka kryer veprën penale që është vrasje. Të njëjti dëshmitar dhe të dëmtuarit janë shumë të qartë dhe precis në deklaratat e tyre, tha Asmir Ali Spahiq, avokat. Sipas avokatit, procesi është duke rrjedhur me dinamikat e parapara dhe së shpejti pritet të ngrihet akt akuza. Pritet të mbrijnë edhe 2 ekspertizat të cilët janë dhënë nga gjykata e Kumanovës dhe pas kësaj pritet që të ngrihet akuzë që të mund të saktohet edhe vetë gjykimi nga gjykata themelore dhe me një procedurë ligjore të shqiptohet dënimi, i cili është edhe i paraparë me ligj, u shpreh Ali Spahiq. Avokati mbrojtës i familjes Aliu, e cila humbi antarin më të ri të saj, vazhdon të këmbëngul që dënimi kryerësit të vrasjes të jetë maksimali, përkatësisht dënim me burg të përjetshëm.